një djalë diabetik. Diabetik tip 1, I dhuron vesh kënjati, çdo gjë shkon shumë mirë, si në operacion, si ato ditët e para mbas operacionit. Sa po I kishim lënë spitalin, unë edhe kolega ime, biles kolega ime ku pak më vonë, dhe na marrin infermierën në telefon, nuk po sheh më. Nuk e di, e gjithë bota po mbys. Ishte, domethënë nga një procedurë që ti po mundohesh që ti bëje mirë, kalon në një moment të dytë që ai nuk shef më. Drita e syrit, patjetër, mendoj që është njësoj e rëndësishme, apo pak më shumë e rëndësishme se veshka në këtë rast. Janë efekte të ralla medikamentoze, plus ai ishte diabetike dhe në këtë kuadrin e çrregullimeve metabolike mundet të ndodhi. Nuk na kishte ndodhur asnjëherë shumë e rrallë nëpër libra. Ju kthye me kalimin e orëve. Ne ndetëm aty, gjithë kohën u kthyem të gjithë si ekip dhe duke e parë dhe duke pritur që çdo gjë të shkonte mirë. Por ama ai momenti kur ai ishte që unë nuk shoh asgjë, shikon, po tani shikon. Efekt shokues. Ishte efekt shokues. Një reakcion I medikamenteve me smundjet metabolike që ai kishte ndërkohë, por çdo gjë u kthye në normalitet pas sa orësh gjendja u përmirësua.